e shoh të shumë të rinj që për shkak rrjeteve sociale, sidomos Instagramit e këtyre tjerave, vinë për një foto ose për të sjell rretherotalla për outfit, veç për ta bërë një foto në Instagram, sepse është bu trend me shku, me nda ku, se unë e bëj një lifestyle, i shkoj haku për të shka shëndetshëm, për të tregu njerëzve që unë përshkoj fitness, po janë edhe një 50% që sinqerisht me ushtru trupin e tyre, ose me pas një progres më të mirë për shëndetin e tyre. Qka muj me dalu unë, fatkeqësisht, shoh në numër më të madh, të cilat seriozisht i përkushtohen shëndetit edhe ushtrimeve në detale gjinja mashkullore se sa femërore. Po, definitivisht. Kurse ajo femërorja gjithmonë e zgjedh rrugën më të lehtë. Mi t'i humb kilogram, më do bukur për një darse, më do bukur estetikisht, më sugjeron një dietë drastike, shpejt të humbin kilogram, kurse te meshkujt shoh përkushtim shumë të madh në ushtrime, edhe gjithmonë më shumë mundohen me arrit sa më lart